Ja pra sot erdhëm me pa shartimin e qërshisë në qërshisë e Eger, që kemi ba para 2 javë dite për afërsisht, para 14 dite, dhe shihe si ka fillue. Shihe si ka fillue. Ashtë zanë, dhe më thonë, është për 7, ka fillue rritja. Mas një javë dite ose 10 dite, ja heqim këtë qesën e plastikës, edhe është mirë me ja hjek gjys dite me javnu 1-2 ditë, në mënyrë që me adaptue prej ndijel. Sepse rrezet e direkta të diellit mund me i dëmtu këto gjethet e reja. Shife këtu, edhe shife këtu ku ka filluar, mandej ky syti poshtë, vetëm se ka filluar me gullimin. E kjo është dhe më thonë, po të regon që ka pas sukses shartimi. Prej 30 qershijave që i kam shërtue në muajin prill, dikon një 25 copa ishin zanë, dhe kjo dhe më thonë që suksesi është dikon rreth 80-85%. Ju falemnderit shumë.